Fuqia vetdijes, një pasqyrë harruar. Fuqia vetdijes është si një pasqyrë që na tregon të vërtetën, por shpesh nuk e shohim sepse është më lehtë të shpërqendrohemi me zhurmën e jashtme. Kjo fuqi është e fshehur në çdo mendim që bëjmë, në çdo veprim që ndërmarrim. Ajo na mundëson të kemi kontroll mbi emocionet dhe reagimet tona, të mendojmë para se të veprojmë dhe të bëjmë zgjidhje që shërbejnë interesave tona afatgjata. Por askush nuk flet për të, sepse shumica njerëzve frigohen nga përgjegjësia që sjell vetdia. Kur je i vetdijshëm, nuk mund të fajsosh më të tjerët ose kushtet për jetën tënde. Ti bëhesh përgjegjës për çdo moment që kalon. Në vend që të jetojmë në një pilulë amnezie, ku shpërqendrohemi dhe ndjekim rutinën, vetdia na kërkon të shohim thellë në veten tonë, të kuptojmë fuqitë tona të padukshme dhe të mundësojmë të ndryshojmë, por kjo kërkon një kufizim të zhurmës dhe kurajo për të parë të vërtetën, dhe ky është një udhim që shumë zgjedhin të mos e ndërmarrin fatkeqësisht. Mirupafshim në vitet e radhës.